Të më që ka qenë është një debat para zgjedhjes së kuvendit, ai debati që mes ministrisë dhe federatës pa dashur me u kryq detaje teknike apo ligjore, mendoj që se përket Komitetit të Futbollit është shumë e rëndësishme aty të ne kesh në kryesi të punës dhe i poshtë domosdoshmë ne të kuvendit kanë qenë të pranishëm të gjithë ata që janë për momentin janë duke investuar në futbollin e Kosovës dhe të gjithë ata kanë unanim. Unë mendoj se kam qenë pjesëmarrës në kuvendin e vitit 2022 para 4 viteve. Kur zgjedh pothuajse me njëjtën vota, nëse gaboj, kanë qenë në kuvend nuk ka pasur kohë, ka mund të mungoj dikush, kanë mungu delegat, por ata që kanë qenë pjesëmarrës, kanë qenë 4 opozita kanë mungu, kanë qenë jashtë. Po, dhe mos kanë marrë pjesë. Ata që kanë qenë kuvend. 46, nëse nuk ka bëj. Ose 43, çu diçka kanë qenë. Ata që kanë qenë anonim. Do mirë, po kjo periudha prej vitit 2022 deri në 2026, mendoj se në federatë është punu mjaftueshëm. Është punu goxha mirë, projekt që ka pas presidenti Adeli me ndërtimin e këtyre fushave, pothuajse se çdo klub i Superligës, Ligës Sport apo i Ligës 2 e ka përfituar ka një fushë ndihmëse. Tash infrastruktura, gjë që cilën mendoj që është dashur ta bëj shteti në këtë formë, sepse infrastruktura është pjesë kritike e shtetit, nuk është pjesë e federatës. Federata është ajo që organizon mirë, po këtë rast duke falenduar ndihmës edhe të FIFA-s dhe UEFA-s me fundet që kanë zhvilluar, po edhe komunat kanë participuar në këto infrastrukturë, zhvilluar një infrastrukturë mirë. Sa i përket çështjes së debatit, besoj që është konsumuar edhe para kuvendit pjesës ligjore, pjesës statut. Kam qenë edhe antar i komisionit për hartimin e statutit pas kuvendit që u mojt, ajo pjesë që diskutu me ish sekretarin Olandën edhe me 2-3 vetë tjerë. Aminat Ibrahim ka qenë edhe një ndjeri Sufajiti që ka rrujet nga Gjilani, ka qenë një punëtor më sportiv. Ne kemi domosdoshmë pjesa është që është harmonizuar ashtu siç ka kërku, mirë pjesa tjetër mbetet te institucionet shtetërore të vendosen përfaqësues të ministrisë të vishin në kuvend e monitoruan tash është çështje e tyre, mendoj që këtu ngjarje janë të ndara, autonomia e federatës është e ditë në këtë botën që është pjesa autonomisë, por megjithatë edhe federata mendoj që ka vullnet dhe do s'po flas tash në mentalitetin e Adelit, po flas si individ, si një asë edhe pjesë sonës ligjore, pjesë shtetërore dhe pjesë nëna, mendoj se federata që ka vullnet po është obliguar të zbatojë pjesën ligjore të administrimit.